Selam aleikum. A është ndaluar depilimi i trupit tek meshkujt me laser? Wa aleikum salam wa rahmatullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mirë për burrat, mirë për ymmetin, mirë për zemanin, mirë për gratë, që burrat e tyne i bajnë këto pyetje edhe dojnë me hynë këto lojrat të depilimit, para mendo. Ku shkoj ajo burni kur burrat vlerësoheshin në bazë të karakterit, në bazë të moralit, në bazë të fjalës, në bazë të fuqisë së personalitetit, në bazë të burnisë së jashtme, burnisë së zemrës, burnisë së muskujve, burnisë së seriozitetit, burnisë së mjekrës, burnisë që i takon një burri me gjitha sifatet cilësit. Mirë për ata meshkuj të cilët i sfidojnë gratë me depilime, i sfidojnë gratë me hekjet vetullave. Normal edhe të femra është ndalu me vetullat më hek. Por deri këtu i sfidojnë femrat me të lymet buzëve. Oj met, qohuni mos t'ju zë gjumë, o burra, qohuni çka janë këto sane. Nesër mas nesër e lyp ymmeti, e lyp vatani, e lyp atë dheu me ka pushkën. E me i dalë zot atë dheut, e me rujt tokën, e me rujt venin, e me rujt familjen, e me rujt moralin. Gruaja jote, qika jote, flenë shlirë të menu që kanë babën, e kanë vllaun. Në shpet, që për kujdeset me shpirt e me jetë për ta, e djali tyne është të depilu. E ty lyp buzët, e ty nërëgj vetlat, e tu bo gjeste që nuk i takon një stakfirullah, një dreqit. Jemi ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Jemi pasues të Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, të Ali ibn Abi Talib, të Abdullah ibn Zubairit, të Zubair ibn al-Awamit, të Talha ibn Ubaydullah, të Khalid ibn al-Walidit, të Muadh, Saad ibn Muadhit, që është dridh arshi Allahut kur ka vdek ai burri i madh, të Salahuddin Ejubit. Keni kujdes, o ju njerëz, të Omer al-Mukhtarit. Çfarë është kjo pyetje kështu? Depilimi i trupit të burrit. Marrë duhet me të ardhmë me bë këtë pyetje. Më fal vëlla, nuk kam me ty asgjë personale. Por ti rritim fëmijët tanë me kësi burni, me kësi trimni, me ditë kush është djali yt, kush je ti, edhe ka përfaqëson ti si ummet musliman.